nature, vlog, culture, history, PN Channel. Jo duke shmarrur nga poezia e parë vetëm për respektin e poezisë dhe jo për arsye të tjera që mund të kenë bëjnë me inspirimin dhe me forcën e kreativitetit. Poezia duhet të rinovohet, poezia nuk duhet të ketë monotoni, ajo duhet të qëndrojë shumë larg monotonisë, sepse në vetvete poezia përjeton gjithmonë atë çfarë ndjejmë në qenien tonë dhe ajo çfarë ndjejmë nuk është asnjëherë në nevojë. Është si ajo thënia e Heraklitit që thotë se nuk mund të dash njëherë në një ujë. Edhe ndjesia e njeriut është e tillë. Edhe poezia duhet të jetë e tillë. Mund të shmanget përsëritis. Unë ju falenderoj edhe një herë tani me emër, falenderoj në mënyrë të veçantë kryetarët e Bashkisë së Fier, zotin Mathiasese, i cili mirëpriti kërkesën tonë për ta bërë këtë takim. Unë isha disi i lutur për arsye që kanë bënë me përfaqësimin tim tani këtu në bibliotekë, për të mos krijuar në një reagim të pakën aq shumë tek njerëzit, tek ata që qasin tek poezia, por mund të mos e dinë tamam se çfarë përfaqëson vetë poezia. Falenderoj gjithashtu zotin Petro Koçi, i cili është zotë ministri i mbrojtjes dhe udhëtoi nga Tirana dhe na nderuar dhe respektuar bashkë me bashkëtorët e tij. Falenderoj sekretarin e përgjithshëm të kulturës që ishte këtu i pranishëm. Falenderoj gjithashtu studiusin e minjohur, mikun tim Behar Xhoka, i cili erdhi gjithashtu nga Tirana dhe në mbështetje të asaj çfarë unë kam shkruar dhe përfaqësoj në këto vite krimtarie, foli fjalë të cilat unë i mbështes dhe e falenderoj për to. Falenderoj gjithashtu pedagogun Justin Dreu, falenderoj Makoponën, falenderoj Zërin Hoxhën, falenderoj zotin Kristaj Shabani, i cili ka ardhur nga Gjirokastra, bashkë me bijën e tij Alessandra Shabani. Falenderoj zotin Fanuk Cama, zotin Ramadan Brakaj, që foli. Falenderoj poetin dhe gazetarën e Tiranës, mikun tim, Demir Gjergji, kryetarin e shoqatës, kryetarin e Komitetit Veteranëve të Fali, shokun Rameqo. Falenderoj poetin Xhelal Tostu, i cili ka ardhur nga Rokoshina. Falenderoj gjithashtu dhe mikun tim, zotin sekretarin e Bashkisë Fier, i cili ka qenë i pranishëm edhe para se të vijë në bibliotekë shumë vite në jetën time të aspektit letrar dhe kulturor. Për mbështetjen e vazhdueshme që më ka dhënë dhe gjithashtu gjej momentin dhe t'ju i falenderoj edhe një herë pa përjashtuar asnjërin për satisfaksionin që më dhat. Dhe do të falenderoj gjithashtu do të rezervoj një falënderim të veçantë për kolektivin e bibliotekë, të cilët më mësuan me videon që kishin përgatitur dhe më bërën një ndjesi të lartë emocionale. Falenderoj edhe aktorët e teatrit Bylis, të cilët i përsonën më shumë për kushtimin dhe ju dëgjuat. Ju falenderoj. Atëherë jeni të ftuar në koktejl për atë shkrim. Natyrisht personës, pasi i bënte skanerin, e cila më vonë do të kumtoj, por tash të ndjekim një interval, edhe ata nuk do të zgjasin, do mund të kemi. Kemi parasysh shkollë dhe jam i lindur që me teknika në formimin e tij drejt pjegurisë, besoj sepse është fjalosur me gjenit,
të cilin edhe me që merim me vetësi kemi ndoshta unë të pak në plasë për vete e kam milion poetin më të pranishëm në botë tim. Dhe e para shkurt do të thoshe, kam përshtypjen se Petriti kuptohet në mënyrë plotësisht ndërgjegjshme, që vjen edhe nga në ndërgjegja, na ka realizuar të paktën një trilogji për shtëpinë e shpirtit. Dhe jam i bindur, besoj se do vijë për ta çuar deri në fund këtë libër ndoshta kryesorin e jetës së tij, për ta bërë të qartë shumë e shumë gjëra që ne kemi nevojë njeriu sot të dimë. Sepse ndodhemi midis të botëve, botës së jashtme, universit e botës së brendshme. Dhe në jetën e përditshme në praktikën e tyre, ja që njeriu do të vjerë për botën e jashtme, me kushtet e jetës, me hallën, me marrëdhënien, me këtë apo atë nevojë të jetës e tjera. Dhe ai nuk e di ose dhe di në përtypje për mjegun. Atë që bën një poet i mirëfill, do të thoshe një poet i shkruar me plot gojë, pa përmendur emra të tjerë si shohare këtu. Ai jeton me këtë botë brendshme, brenda shtëpisë së qenies. Dhe kjo është arritja më e madhe, do të thoshe shqiptar tregon i poezisë së Petrit si poet. Por do të shtoja, unë bile këtu një flet, kam të shënur një paragraf të vogël nga një prozë, nga një tregim, dhe çuditërisht më duket se po lexoj një poezi. Është pikërisht harrimi i dashurisë mbi gardenie. Koha ndali frymë, toka ndali rrotullimi. Vajza pa fortunën vigane të dëshpërimit të ngritat qasme nga errësirat e panjohura të subkonsciencës. E pasi u rënua deri në themele kështirë madhështoria e dashurisë së saj të pavat, pa dëmin firmanave flakët që dojnjën e shkrunguan të rëndavilishten që vetë ajo e faqështuar shprej 2 vjetës me aq mirësi e durim dhe përmes këtij mozaiku apokaliptik, pa vetën e saj të veshur me një petë të bardhë dhe të zhbrosur, si mos më keq, duke ikur e lemerisur drejt kreminave që u hapën prej vetiu muatë. Unë nuk e dalloj pikërisht të lloj proze kaq të ndjeshëm moderne nga poezia e Petrit. Pra kemi të bëjmë me një ecje paralele midis poezisë dhe prozës, nuk duhet të japim edhe absolutisht në shkollë çfarë mund të këshillojmë. Petriti është në moshën e pjekurisë qeverishtare dhe me siguri do të orientohet në problemet e mëdha të lehtësisë moderne, lehtësisë kohëson, e cila me sa po duket po e bën re nga një grup krijuesish, po të quhet 40 vjeçar, po pa neglizhuar dhe të tjerë, po ecën drejt të rritjeve të saj. Unë po nënvizoj me forcë, lexoj poezi, lexoj prozë me një poet i mirëfill, një poet plot me talent. Nuk dim ku jemi, sepse këtu shkarazë përmend fjala politikë. Duhet të hequr dorë nga vendimi do të thoshe për ata lloj krijuesës që mendojnë. Me që na erdhi një kohë demokratike dhe vetësia do e tillë. Jo. Ishmael Kadaria e nënvizoi me forcën e Izrael ku mori shpinë, që nuk është politika që drejton vetësinë. Është talenti, është vetë jeta jashtme që stan me brendshme dhe njeriu në bazë të kapacitetit të tij krijues, në bazë të talentit, aq sa shka e ka ushqyer dhe i kanë ardhur rrethanat e jetës, ai të letësitot në sjellje. Letësia e madhe mund të dalin në metropol, mund të dalin në 10 qytete, po mund të dalin në Polispol, mund të dalin në Romës, në Gjermës, e kudo. I ka të hapura të gjithë krijuesit. Unë e uroj të hapat e rënd dhe jam i sigurt sepse vetëm sot nuk po flet, sepse kemi
qurë gjithmonë që na ushqen me vendimet e tij, me të gjitha të shpejt për letësisë, të ndime kritika, dhe dita e dhe me kuaj nuk ka forën, prandaj i fortë letësia të i jemanë. Faleminderit Gjirokastra, Aleksandra në rastin konkret. Tani fjallën dhe të japë Zotit Ramadan Braka, por do të bëjmë edhe njerë parantezën e shkurtimit, mos përmendim autorët e tjerë në diskutimin e Petritnikës, po të përmendim vetëm Petritnikën, çka thënë ai, jo çka thënë tjerë. Ndryshe do merren mbretën parti pastaj për gjithë. Zotja gjithë për poezinë, mere zgjatje në shkrimin e saj. Njerëzit kanë të merakullit të Unë do të thosha i thërisi që kulzinë se të nuk do të ljohë. Durimi se nuk do të ljohë. Shikoj Petritnikën me portret në ti të salitur dukshëm të ecën në stilin migjenian në shkollë dhe shqeli, Zvajtë, Freudit dhe të tjerë, vrrullshëm në rrugën pa kursi me ngjitje, thesa, zbritje e thelbisje. Në duhet të theksoj. Petritnika me portretin e tij salitur dukshëm. Më duk binte se agjentit të tilla të shpisi kryus e ata që janë të prirur i zadendu. Mirë do t'ishtë të zidër të tjë. Duket sot një grusht, atje një grusht, edhe me fuqishëm që t'i bjerë malë që zërtan. Pikërisht me poezit që nuk janë karamele si shprejt, që shprejt përqyshme e Petritit, për gjithë që që është që para të bedashur të erësoj dritën që si çdo lidhje është e brisht. Sa gjatë do të shkoj kjo brishtësi? Grushti i Petritit kërkon të bedashur edhe vetë krijuesi, duke bërë shembull për këto. Bërë që unë të vetë pastuat për të qenë një qytetar me bojim plot qytetar. Te Miguel do t'jem në një formë më të zbutur. Keqardhja nuk e gjithë problemin shoqëror dhe protesta migjeniane në botën e përta. Nëse do ta quaj zëhet të sjellë ndryshimin e menjëhershëm për thotë. O mjaft, prap luft bish. Nësa Petriti do të shkoj më me thatë. Mi tavolin time të punës, ka të vend Migeli, Petritnika, Shelli, Zvajku, tretë partë që bashkon Frezia, katërti analisti Freud. Që të mund të kuptoj ato që thotë në Frezit e Nikës, më duke ullës të konsultohesh edhe me një analist psikolog. Ndoshta nuk kam jetur të druin, por jo më pjeqen. Stefan Zvajku tek Zhimund Freudi të të shkronë. Ai nuk ka i lashe të gatshme, si mjek të tjerë. Shkenca ti nuk është asë formuluar dhe asë kodifikuar. Dërsa tek Petriti, linë pyetja, po kosh pyesëm? Në pyesëm dhe frikë, se cili dhe këto. Sepse, me kode makabre në pasqyrë, evolucioni i fatit tragjik rritët, smallohet, ajme, për vdekëtarë s'ka me shansë shpëtimi. Në pallomën të dorës fati i lexohet materi i dhnakin, pa arsye gjallimi. Petritika nuk është skeptik. Ai kërkon më shumë e më mirë dhejtë.
Edhe pse Targa sjell kumte vetë motore, tramvajet e Qenës shpresën nuk e mundi. Shtëpia e Qenës. Pak të ai do t'jap shpresë, madje edhe me mënyra të ndezur. Dhe mi solle ëndrat mes Mungëtirës, Migjesen dhe ndezet dritat prallore. Zakonisht, thuhet se krijuesit e mitit luajnë me fjalë. Deri atje sa krijon dhe xhongleri fjalë. Me mjek e fjalë të kritika thotë. Te vona, fjala të dalë nga Qenia së Dritë, bashkë si flaka olimpike e Prometeut. Dhe te, mbi ujërat e errta të Adit të ndrit, hapësirat e plokta janë në fund të dheut. Atëre, në fund, do të thoshe Petriukit, suksese dhe bërësi. Mendoj se është që është drejt, por Mihajl Petriti është një personalitet tashmë i qytetit tonë, i cili më ka bërë përshtypje të madhe. Me çfarë? Ai ka vlera të mëdha si intelektual, ne përmend gjithë poetin, publicistin, eseistin, prozatorin në kohë, ato shkrimtarin e ëmbël të dashur për fëmijë, por që ai mua më gjeps me modestinë e tij. Nga jenë duket sikur bota ishte e banuar vetëm nga poetët, lufta e tretë botërore do kishte ndodhur shumë herë. Do të kishte ndodhur 10 luftra botërore, po të banoi i gjithë globi vetëm nga poetët. Por prandaj më bën çudi Petriti sepse ai ka një modesti dhe një lloj heshtje që i ngjan malit. Faleminderit. Thank you.